Qysh e menaxhon një situatë të tillë kur je jashtë vendit, sidomos me 2 fëmijë në Zanzibar, e bllokume, pa mujt me udhëtu derisa të bëhet një zgjidhje? Nuk kom kriju panik, është sendi i parë që unë e kom pas të rëndësishme me i pa zgjedhjen e situatës në kushtet momentale çfarë i kom pas. Personin e parë që kom telefonu ke qenë ti, kujtohet, e kom pas shumë të rëndësishme komoditetin ose qetësinë që ma ke dhonë me ndihmën rreth zgjedhjes së problemit. E dyta ka qenë që unë e kom zgjedh situatën duke u kthy në hotel, cilin veç kemi qenë ma herët. Ata jon marrë me gjanat të tyne, me lojna tyne, se kanë qenë shumë të vegjël në atë kohë. E unë jam marrë me pjesën që m'ka taku si një e rritun. Domethënë nuk e kom bardh stresin edhe brengën tem te fëmijët, sepse kom ditë që ata nuk munën ma jep zgjedhjen.